të mashtrimit dhe të trillimit, që nga mëngjesi gjërndarë përdorë si hanxar për fjalën e lirë dhe të vërtetën, që nga mëngjesi gjërndarë pret të vërtetën si mesatër. Në një emision televiziv mbrëm, në mënyrën më të papërgjegjshme, për të damkosur opozitën, për të mbuluar krimin e shëmtuar të djegjes pallatit, shumkatësh, të ndërtuar me material të djegshëm, të ndërtuar me material të cilin opozita e kishte denoncuar pikrisht atë ndërtues dhe atë pallat në organet e prokurorisë kohë më parë. Deklaroi se asnjë deputet i opozitës nuk ishte aty. Paturpsia mediatike nuk mund të ketë kufi tjetër përveç kësaj. Deklaroi se deputet të opozitës heshten, në një kohë kur aty ishin deputet të opozitës, në një kohë kur deputet të opozitës ndërhyn për të njoftuar emisionin me dokumenta se kemi qenë aty, në një kohë kur në parlament 4 deputet të opozitës ngritën zërin por top tunelit, për pallatin që u doq dhe mbrojtje e banorëve. Në një kohë kur unë para jush denoncova Edi Rama dhe Erion Velin si autorët kryesor të zjarrit, dhe Armand Lilon të cilën e mbrojti Edi Rama, e mbrojti Edi Rama, sepse doli tha do ta ndërtoj ndërtuesi, po megjithëse ndërtimi nuk është përgjegjësia e ndërtimit, ajo që ndodhi. Në një kohë kur Armand Lila ja ka mbathur, dhe unë i thash, po qoftë se ti pafajshëm, pse ja mbathja ai? Në të gjithë të kontekst, organizohet si artilleri mashtrimi, top tuneli, për të sulmuar opozitën, që nuk çau kokën, që ka lidhje me Fatmir Xhafin, se tani, në luftën Balluku Xhafa duhet të ndërhyjë opozita. Po pse është bërë tunel, topi, opozita nuk ndërhyn në betejat e brendshme të Sali Berisha e ka denoncuar jo një herë, po 10 herë Armando Lilën si kunatin, me të cilën ai ka gabuar, nuk është kunati Fatmir Xhafës. Dhe unë nuk mund të them atë që nuk është. U përgënjeshtrua, Fatmir Xhafën as se kursejmë, as se kemi kursye. Por Fatmir Xhafa nuk është kryetar bashkie. Pse u pëlqen tani në betejën Lubi, top tunelit, Lubi Xhafa e të tjerë, që të përzihet dhe opozita në betejën e tyre, opozita këtë nuk e bën. Jo. Nuk e bën. Lejet e ndërtimit nuk jep Fatmir Xhafa, i jep Edi Rama dhe Erion Veliaj. Ashtu apo jo? I pan të gjithë shqiptarët se zjarfiksja nuk futej dot. Dhe e gjithë narrativa e topit ishte si të çlirohej Rama dhe Veliaj, në fakt, Rama dhe Lubia më shumë, se për Veliaj ne kanë më ndryshe punën, nga përgjegjësia që doli. Dhe gjithë këtu fajnë e kishte opozita që s'ka qenë, në një kohë kur opozita ka qenë aty, me orë, në kohën e zjarrit, ka reaguar që gjatë asaj periudhe, dhe reagoi dje në parlament. Pse e thash këtë shembull? Jo për të bërë një betejë me, se nuk ja vlen. Unë e kam thënë, e them dhe do a them. Ato të cilët manipulojnë të vërtetën, ato të cilët fshehin të vërtetën, ato janë xhelat të fjalës së lirisë.
fjalës së lirë, dhe ato janë mafja më e keqe e planetit. E them me bindjen më të thellë. Ndaj dhe me këtë s'duhet lëndoj asnjë gazetar, duhet ta sqaroj këtu. Unë kam respektin më të palkundur për gazetarët, i siguroj, jam shumë vlerësues për kontributin që ata japin në kushte shumë të vështira, shumë të vështira, për transparencën dhe mbrojtjen e interesit publik. Por, ata komandohen nga koska mafioze, t'i quajmë kështu, që nuk kanë asnjë moral, që janë armiq të betuar të fjalës së lirë, që mendojnë nga mjezi darkë se si ta përdorin atë, si thik, si shpat, si bajonet e tjerë, kundër kundërshtarëve të padronit tyre Edi Rama. Kjo është e vërteta. Mos harroni, mund të ketë me qindra shemuj, ndaj dhe ne qëndrojmë.